Bismillahirrahmanirrahim. Dritë, edhe gëzim, edhe hare që vjen dhe përhapet horizonteve, teksa afrohet dita e 12 e hanës së re të muajit Rabiul Awwal. Në këtë ditë, mbar bota islame përkujton lindjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gëzohet gjithësia për këtë ngjarje të papërshkruar. Gëzohen gjithësia për këtë mirësi të madhe dhe këtë bekim të Allahut Azza wa Jall. Gëzojmë të gjithë, siç na urdhon Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famëlar, teksa thotë: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidhalika falyafrahu." Thuaj, me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e Tij, për këtë le të gëzojnë. E mirësia e Allahut, e mëshira e Allahut Azza wa Jall është pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Ndër shekuj, djemtë shqiptar, hoxhallarët, nxënësit e medreseve, por jo vetëm, kanë shkruar vargje, kanë thurur dashninë e tyre, e zezami të bardhë është regjistruar, e malli i tyre për pejgamberin alayhi salatu wasalam ka ngelur gjurmë dëshmie e pashlyer. E ju riktheva shënimeve të 1932-shit, ku dy studenta shkodran në medresën e Tiranës shkruajnë disa vargje të mrekullueshme për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nuk janë të vetmit, por më lejoni të citoj disa prej vargjeve të tyre, si një dedikim në këtë atmosferë të begatë, e si një nxitje dhe këshill për gjithë secilin për jush, të dashur të shtrenjtë, që le t'i japim rëndësi për kujtimit të lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo si një datë e thjeshtë, si një datë lindje e një njeriu të zakonshëm, por si një moment të reflektimi për të kuptuar marrëdhënien apo nivelin e marrëdhënies sonë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe për të ftuar njëri tjetrin për të lexuar, për të kuptuar, për të thelluar në mësimet e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, për të cilat ka sot nevojë njerëzimi më shumë se sa asnjëherë tjetër. Vargjet e para janë të studentit Hysni Bushati. E ka titulluar poezinë e tij Lindja e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtë hyrje të mrekullueshme. Bukuria e kësaj natyre, mua më thot kur e vështroj, shpiksin e çdo kreatyre, më duhet mua ta respektoj. Po natyrë vallë, kujt i thonë, çdo gjë që përmbledh kjo botë, bahu urdhnoi Zoti jonë, u krijuë pa gjatë të kotë. Cili do që ta besojnë, ai s'humbet jo në jetë, njerëzia ja lëvdojnë, sa të mira që të ketë. Bota në rësin vijonte, ndo një diell kunsu shifte, gjithësin që të ndriqonte, e vërteta, mos të mshifte. Njerëzia me goj hapët, rrinte gjithë një në mendim, valë, si kur se shkruajnë qitabet, kur kishin me gjetë shpëtim, dietarët pam e kishin në Ungjil e në Teurat, një profet, ata po pritshin, kishte ba Zoti murat. Deri në fund të vargjeve të kësaj poezie të mrekullueshme, ku ai ka një dedikim të jashtëzakonshëm për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilin e konsideroi si një himn dashnie të mrekullueshëm për çdo shqiptar musliman, kur ai zotni thot: "Ti je vetë lumtunia për gjithë botën muslimane, mos harro se shqiptaria të kanë babë e të kanë nanë." Pastaj shpetova poezinë e studentit të medreses Hafiz Shaqir Oruqi në 32-shin. Ky zotni i nderuar shkruan disa vargje jashtëzakonisht të bukura me një rrim të admirueshme në poezinë e titulluar Moji i Meuludit, pra muji i Meuludit Sherifit. Thotë: "Mirë se në erdhe muj i lavduem, ti je tepër i bekuem, pejgamberin e Perëndis ja ke pru dritë njerëzis. Që natyra lypja ka, pse shpëtim gjen dyshim s'ka, ardhshme të mirë hane bekume, mi të tjerat ma e ndriqume. Në ty leu hylli i Arabis, shkelqeu dielli i gjithësis, shpëtimtari i njerëzis, ma i dashtuni i Perëndis." Deri sa thotë: "Erdhe e botën e stolise dhe kulturën në arqën nese, botës i dhe jetë shkelqim, bukuri dhe shumë qëndrim,
pa dijen me forcë e përzone, dijes themelet javune, fort njërin e naltësove, të hynushmet e ligje diftove, e dallove nga bagëtia ke stolisë me mirëvetia, jeshkëlqejeve te përmenen dhe urnove të mësoj penen. Subhanallah, vargjet e tilla në poezi të shumta i gjejmë në revistat tona e në libra të ndryshëm të autorëve musliman shqiptar që janë dedikime, dashnie për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe një thirrje për gjithë secilin sot që mos me e lanë masdore këtë lanën e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilën në fakt e urdhon Allahu azza wa jall në Kur'anin famulart dhe na e lën amanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hana e re e muajit Rabiul Awwal, ditë pas dite, me reformën e saj më të bukur, teksa afrohemi me ditën e 12 në të cilën përkujtohet lindja e begatë e Hazreti pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nga ai moment dhe nga ajo ditë bota ndryshoi dhe gjithësia u vesh me petkun e dritës së Allahut. Allahu ju dashur.